Në fshat gjendeshin 3 mullin të vjetër, të cilët bluanin misër dhe grur për dekada për banorët e zonës dhe jo vetëm, Trej bluajtës apo siç i thoshin banorët e zonës, treblonjës, të cilët u kthyen në frymëzim për emrin e fshatit. Një mulli i vjetër gjendej në fshatin e vjetër, një në zonën e staneve dhe njëri, siç thuhet në historinë e transmetuar nga brezi në brez, ndodhej pranë Kalas. Fshati për shkak të trimullimeve që bluanin dhe ishin fokusi kryesor i ekonomisë, mori emrin Treblov. Kjo histori kaq interesante, veçantë në fshatrat e Vlorës, është nisja e një tjetër episodi të emisionit Ç'thot fshati, i cili këtë të diel ka udhëtuar drejt Treblovës. Nga mahalla apo lagja e vjetër e fshatit të Treblov, emisioni Ç'thot fshati është ndalur në një tjetër fshat të bashkisë së Selenicës. Një fshat i cili sigurisht është i dëgjuar në këtë bashki, por gjithashtu është edhe një prej zonave më të rëndësishme. Nga ana tjetër mund të themi se nga fjalët e banorëve të zonës, vërtetohet fare mirë se kemi të bëjmë me një fshat të prapambetur nga investimet të cilat kanë munguar, që kanë bërë që banorët e zonës të sose durimi, të lënë vendin e tyre të lindjes dhe të largohen. Banorët e zonës na tregojnë një pjesë të historisë së fshatit, asaj historie që shumë pak kanë përjetuar vetë, e më tepër e kanë të dëgjuar nga paraardhësit e tyre. Ervis Llanaj, banor në fshatin e vjetër, që është zona fillestare ku ngritën strehim banorët e Treblovës. Më pas një pjesë e tyre u zhvendos në pjesën e Treblovës së re, një mahall që ka përkatësi Selenicën. Ervisi na tregon se ky fshat më parë ka patur kala, kish, xhami dhe manastir, por sot nuk ka mbetur më asnjë prej tyre, të cilat janë prishur përgjatë viteve nga banorët që kanë zënë tokat e tyre për shtëpi. Duke përmendur disa prej fiseve kryesore që jetojnë në Treblov, Ervisi thot se pjesa e konsiderueshme banorëve janë të ardhur, ndërsa në të 3 fise mund të cilësohen ndër më të vjetrit. Treblova është ndarë ende në 4 mahalla të mëdha, por sipas Ervis Llanajt, numri i banorëve nuk është i njëjtë, e sigurisht këto lagje janë të ndërtuara tashmë shumë ndryshe. Treblova më parë ka qenë një krahinë e madhe, tepër e zhvilluar, e cila së bashku me fshatrat si Karbunar, Poçem, Romës, Gorisht, Kocull, Resulaj, Evllahin, përbënin një zonë të gjerë. Fshati lidhej edhe me Hekalin nga Poçemi, duke komunikuar me Mallakastrën dhe Tepelenën. Ai tregon se një lagje quhej ajo e Mallakastriotëve, për shkak se shumë banorë të asaj zone vinin në fshat, shisnin e flinin aty. Kënaqësi një që vini, interesoni për fshatrat, përgatësisht për fshatin ton, Treblova. Treblova ka shumë, nuk është e thjesht për të përmbledhur me 2 fjalë, po është e vjetër, ka pasur kala, ka pasur kish, edhe maja marinës që në i njëjti vend, Kodra në maj. Ka pasur kish me të vjetrën, janë gjetur edhe pjesë ceramike atje. Kala nuk e di deri çfarë vitesh ka qenë, është prishur më vonë që kanë marrë banorë për shtëpinë. Ka pasur manastir, çesmi manastirit quhet këtu më poshtë. Fshati i madh rreth 300-350 familje ka qenë kone njerëz bujar, të thjeshtë, agrume ullinj vresta që i bën, është rreth 517 metra maja më e lartë. Ka blegtori? Blegtori nuk është aq intensive blegtoria, se edhe kanë ikur njerëzit, po nuk janë edhe kullota. Janë darë edhe tokat në parcelat vogla dhe pjesa që është lëndin është pyll më shumë, është rritur pylli, nuk ka ujke, ka derë atje dhe nuk është një kryesisht bujqësore, ulli dhe vresht është kryesorja, po ullin, se vreshta ka shumë punë dhe nuk të kulliri janë më të shumtit. Këto prodhimet që ata kultivojnë, ulliri dhe vreshta, mos do shta i bëjnë edhe pak të detyruar se nuk kanë ujë, sistem vaditjen? Është edhe ajo pjesë, se nuk ka ujë për vaditjen. Mund të më përmendësh disa nga fiset më mëdha sot Treblov? Fise më të mëdha, Treblova ka qenë 4 mahalla, pastaj edhe si fise, unë jam nga Llanajt për shumë, janë Lamajt, janë Çonaj, si mahall, janë Gjokajt,
Male brate, po ka, janë Gjaferaje, janë Sadikaje, Haxhiraje, ka Rakipaje, Kajmakaje, Pashaj, ka shumë, Veizaj, Zotaj. Të gjithë për shembull kanë përveç se një fytyrë që janë veizat, janë poshtë në pyllër, adak po thoj se kanë ikur gjithë si banorë. Po janë banorë vendas të gjitha po edhe të ardhur. Tani historia se sa të vjetër janë, ne për shembull si Llana pretendojmë që jemi 300-400 vjet këtu, se ne kemi ardhur nga Leza, nga Kallmeti, që me basrin e Skënderbeut që thonë këta të vjetrit. Po se sa të vjetër tani kush është autokton janë 2-3 fyse që flasin këta që janë më të vjetrit fare. Janë jo Danajt, jo Muçajt, nuk e di kush ka qenë një tjetër një. Pastaj, ta të vjetrit i di më të mirë ato, nuk është se... Çfarë përgojidhën e fshatit, si është krijuar? Një flitet për 3 vëllezër që ka qenë një 3 vëllezër, një 3 bloj, një diku tjetër. Tjetra është për 3 blonjës, për mullinjt, se ka pasur 3 mullinj. Kjo edhe që ndonë se kanë qenë 3 mullinj, po. Pastaj si emërtim është bullgar me sa di unë, si toponim. Është fshat zonë i krijuar hap pas hapi, vit pas viti. Po kjo pjesa këtej dhe nuk e di keni ardhur që këtej apo jo, se është panoramike nga Vezdanishti, nga Penkova, ajo rrugë është panoramike, është për turizëm, që nuk është bërë për 6 kilometra. Kjo ka qenë me kaldrëm që nga Vlora, që nga Kanina. Edhe këtu i thonë Mallakastër, se vinin Mallakastriot nga tregu e flinin aty në Mallakastër i thonë. Këtu dilën Rumse dhe dilnin në Poçem, që mblic me Kali nga Lizra, dhe kjo ka qenë kaldrëm e gjithë rruga. Edhe një aks nacional, nëse do. Po ka qenë krain më përpara Treblova. Ka qenë krain që ku bashkojnë lumenjt, Rom, Spicar, Armen, Karbonar, Resulaj, këtej, Kocull, Ondriç, Vezdanisht, kjo ka qenë deri në Gorrisht biles, ka qenë mini krain, po që krain është... Fshati ka mbet si në 2 mahalla e ndarë. Jo, se ka dhe më poshtë ndaj, kjo është fshati vjetër që kjo pjesë që jemi ne, deri te Kalaja. Fshati vjetër, ai është fshati i ri, aty ka pasur edhe me të vjetër, po jo shumë shtëpi. Tani është hapur me kohën e Enverit me fjalë. Dhe janë edhe ato pjesa poshtë andaj, po ajo ka qenë edhe andaj ka qenë lëndina më parë, se edhe ato kanë andaj që janë ulishte ato të gjitha kanë qenë lëndina dhe shapur kohën e Enverit. Edhe ata kanë ikur me stane, si thon këta, që janë stanar. Edhe janë ngulur aty tek tokat e tyre. Ka dhe ujë ajo pjesa andaj, po që është e hapur andaj. Ndjesh krenar për fshatin sot? Për Treblovën si fshat, jo nga mua, se unë e aduroj, edhe pse janë vetë Treblova, se e aduroj. Sot nuk e qa thua për sot, për gjendjen që është, jo krenar që jo, po keqardhje madhe. Pak fjalë në çfarë gjendje sot? Sot, unë për shembull jam kthyer nga jashtë. Se dua vendin tim, dua edhe Treblovë, nuk diskutohet, po është katastrofike, është, domethënë, janë njerëzit që kanë ngelur që s'mund të ikin, dhe në një tek këtu që rri, po kemi ndonjë rri, për shembull edhe unë për këtë arsye, se iki dhe tani iku ku dua, se e njoh dhe jetën andaj, e kam punuar, nuk... Ku ke qenë? Unë kam qenë në Greqi, kam qenë në Paros, në një ishull të Greqisë, me ndërtime dhe me turizëm. Dhe kalosh pjesën tjetër të jetës tu? Apo se diu, jo, pishman nuk bëhesh kurrë për asnjë gjë, sidomos për këtë, për vendin këtu, po që kam këtë vendin tim. Më vjen keq se aty ne jemi Bregdet, ke pamje që shikon gjaty se shikon as ka Kanina se shikon. Sado që është më afër, prandaj quhet Maja Marin, se ka qenë marina italiane aty, thonë edhe Maja Marin tani me Lumturie Koçiraj me profesion edukatore e përshkruan fshatin Treblov si një zonë me zakone dhe tradita, por edhe me njerëz të mirë, punëtor e mikpritës. Sipas saj, Treblova ka një potencial të jashtëzakonshëm për zhvillimin turistik të saj, për shkak se nëse shkon në majën e Gërhanit, shikon Vlorën, Karaburunin e Sazanin, ndërsa po të gjitesh në majën e Kalas dhe koha të jetë e kthjellët, atëherë shikon edhe dritat e barit të Italisë. Koçiraj shpreson që rehabilitimi i rrugës të sjellë më tepër turistë drejt fshatit, e gjithashtu më tepër banorë që vinë në fshat për të punuar tokën apo për kujdesur për shtëpitë e tyre. Lumturinë e solli në fshat martesa me mblesëri me bashkëshortin e saj, që më pas u bë babai fëmijëve të saj. Erdhi në Treblov 19 vjeçe e krijoi aty jetën e saj, duke u rikthyer ky fshat për të në një vend të adhurueshëm, që tani nuk e ndëron me asnjë zonë tjetër, veç vendlindjes Buzmadhin.
dukesh si kalam? Mirë, po ju mirë? Si Mirë, duke? faleminderit. Bëjmë një dokumentar për Treblovën. Po. Doja të dija diçka më tepër rreth fshatit. Mund na tregosh rreth Po, pse mos tregojmë? Po. Treblova është një fshat me tradita. Është mirë përritës që pret njerëzit i përcjell. Njerëzit janë shumë të mirë, shumë punëtor. Treblova ka një natyrë shumë të bukur, që është vend për turistik që të bëhet, po sipas mundësive që kanë njerëzit, edhe do bëhet. Se ajo në majet të dalësh tek maja e Kalas, shikon barin e Italisë. Të dalësh në maj të Gërranit, shikon prap Vlorën e të gjithë dhe Italinë. Që Treblova ka që të bëhet më e mirë akoma, se njerëzit janë punëtor, punojnë, bëjnë të gjitha. Sa ka ndryshuar fshati? Ka ndryshuar shumë fare, me kohën e demokracisë, Treblova kështu ka qenë, e shpërndar, si pas staneve që kishin më përpara që ngrinin njerëzit, atje benin dhe shtëpit, po ka ndryshuar shumë fare. Shtëpit janë bërë shumë të mira, me rrugë. Ndërkohë ti the, fshati ka një potencial të jashtëzakonshëm për zhvillimin e turizmit. Po. Ka prekur pak turizmin deri tani apo fare? Në Treblovë, po. Ka turist, vin turist. Po, tani do fillojnë, me qenë se u bë rruga do fillojnë të vinë. Se s'kishte rrugë, s'kishim me qatë vinin. Ne na vdiq një grua në rrugë, se s'kishte rrugë. Nuk veti do të spital në Selenicë. Pra shpresat janë... Janë shumë të mira shpresat. Po emigrant që kthehen në Treblovë. Emigrant tani që kur është bërë rruga, po vinë njerëzit, po punojnë ullin, po bëjnë të gjitha, janë përfillur shtëpive të gjitha. Pse njihet Treblova në histori? Treblova njihet është vend historik. Është me tradita shumë të mira. Ju banorë, shkoni me njëri tjetrin? Shkojmë, se nuk shkojmë. Shkojmë shumë mirë, Shkoni? Shkojmë. Po, ndonjë gojë dhëna apo histori, bie emrin, pse quhet Treblovë? Treblovë se kanë qenë tre, ashtu, burime, trege, mulli që bluanin, grure misër. Tre bluarje. Tre bluarje, dhe që Treblovë. Kështu e di unë që kam ardhur nuse këtu. Janë më? Ekziston do një shenjë prej tyre? Po, është njeri në fshat, një mulli është në fshat. Vazhdon ende që tjetë? Jo, tani ka një 2-3 vjetë që nuk punon. Nuk punon? Jo. Ti nga i e vetë? Unë jam nga Buzmadhi. Po çfarë solli në Treblovë? Burri, gjeta burri me lajmësi. Çfarë më solli? Me lajmësi, jo me dashuri. Pas e gjete me dashuri. Jo, po unë kam 45 vjetë martuar. Je bërë pishmon që ka në Treblovë? Fare. Pse burri shumë të mirë, kam 3 djem për bukuri. Jeta në fshat po ashtu? Shumë mirë, po të punosh, jeta në fshat është me mirë. Me se merresh? Unë jam pensioniste. Kam qenë edukatore kopshte, jam pensioniste. Pensioniste. Po. Tani këtë domë shumë Buzmadhin apo Treblovën? Po, vendi lindjes. Nuk e trahtoj. Nuk e trahtoj, po. Tani u rrita këtu, unë erdha 19 vjeç e u rrita. Tani më bëj një mesazh gjithë atyre turistëve që do ta ndjekin, apo të huajve, apo edhe atyre nga Fieri, Lushnja, Tirana që duan ta vizitojnë të Treblovën, apo nga gjithë qytetet e Shqipërisë, çfarë do u thuash? Do them që të vinë, ta studiojnë Treblovën, ta shikojnë dhe të ngrenë gjërat më të mira për Treblovën. Faleminderit. Një vit më parë në Treblovë përfundoi rehabilitimi i një prej rrugëve kryesore të fshatit. Bet fjalë për rehabilitimin e segmentit që lidh Selenicën me Treblovën, diku tek 5 km rrugë, që sipas drejtuesve të automjeteve nuk është realizuar siç duhet e nuk i përgjigjet kërkesave të fshatit. Banorët thonë se nuk duhet mjaftuar me faktin që po bëhet rruga, por investimet duhet të kryen më shumë siç duhet. Banorët pohojnë po ashtu se rruga lidhse me Selenicën është vetëm 3 metra e gjerë e nuk shkëmbesh dot, por edhe në të është hedhur veç një shtresë e hollët asfalti. Një hall më vete për banorët e zonës e veçanërisht drejtuesit automjeteve është edhe segmenti që fillon në Peshk Pi, për të përfunduar në qendër të fshatit. Një rrugë e cila është ndërtuar më 1914 nga pushtuesit italian e ka mbetur në po të njëjtën gjendje, duke mos parë më asnjë investim. Kjo rrugë është kthyer në faktor përse makinat përfundojnë shpesh në servis, teksa banorët detyrohen që për shkak të kushteve të saj të përshkojnë një distancë 3 herë më të gjatë duke i rënë nga Selenica. Kjo rrugë lidh fshatin Treblovë me Penkovën dhe Vezhdanishtin, por edhe në këto fshatra
është në të tilla kushte. Cili është problemi më i madh i Treblovës? I rrugës, që këtu dhe një pe shkëpi. Si është rruga, ma përshkruaj pa. Kalo dhe shikoje. Po, do ta kalojmë, do ta filmojmë, po nga përjetimi jot. Ajo që kur e ka bërë Italia në 14-ën, dhe s'ka vënë njeri dorë. 35 vjetë demokracia. Bota ka bën mrekullira. Apo jo? Po, sigurisht. Neve jemi. Ti bën fugone e Po, linjës, apo jo? po. Sa e dëmshme është për makinën? Po sa dëmshme njërë 15 ditë do komina. Koka zbarje, të gjitha ato që janë bollëjit. Mes jeti. Ndërkohë, realiteti tjetër juve ju kanë bërë një rrugë këtej. Po, në Selenica. Si e vlerësoni? Po mirë bën, more, duar rrugë fshatin në të gjitha anët. Mirë bën. Dhe ata njerëz janë që janë andeja. Po shumë e ngushtë. Po e ngu se hanë ata o djale. Atje nuk shkme e dot, me i makinë. Ke shumë frikë. Një kare gjatë 3 metra. Po. është me ngushtë nga kjo është me gjërë. Po, sigurisht. Se këto 2 kilometra na i bëri një Sevasteriot në vej, që e kryeta bashkia i. Duhet vazhduar ende me atë realitet që mjaftojnë pa halë, mos e bëri rrugën. Ka shumë probleme djale. Këtu fillo pës prati, jo pës mbari. Të gjithë ikim para, ne ikim mbrapa gjithmonë. Ato 5 lek ja një rrugë që bëhet ata i hanë më të shumëtat. Ka pas investime dhe vitet e punit të Po qa investime ja vetë me rrugë? Ku gjithë tjetër? Asë një gjithë tjetër. Ke shpresë të përmisohet? Me këta? Kalofshi mirë edhe gjithë të mira. Gjahodua është 88 vjeç dhe është babai 8 fëmijëve, 2 djemve dhe 6 vajzave. Por fatkeqësisht, prej të 8 fëmijëve asnjë nuk ka në Treblov. 2 djem në Gjermani, 2 vajza në Itali dhe 4 prej vajzave të tij të shpërndara në disa zona të Shqipërisë. Raste si Hodollanaj tregojnë shumë mbi realitetin e hidhur që po përjetojnë fshatrat si Treblova. Një fshat ku më parë ka patur 340 familje që jetonin në të. Rreth 650 rinë nën 40 vjeç dhe 250 nxënës shkolle. Ndërsa 20 vite më vonë, Treblova është krejtësisht një tjetër realitet, ku në fshat sot ka vetëm 20 të rinj dhe fëmijët, nxënësit e shkollave, numërojnë me gishtat e njerëzdor. Hodua na tregon se të rinjtë e mbetur në fshat janë të pamartuar, pasi nuk vjen nuse njeri në këtë zonë. Nuset e sotme sipas tij mendojnë të kalojnë një jetë sa më të thjeshtë, e jo si ajo e fshatit me plot halle e vështirësi. Në rreth 170 familje që kanë mbetur në fshat, ka vetëm pleq, dikush me bashkëshorten e dikush vetëm. Qëndrojnë ende në fshat ata të cilët nuk kanë mundësi tjetër se ku të shkojnë. Si ke qenë? Si ashtë pi? Me shtep mirë? Po zënë, si ke qenë? Mirë. Ore, doja të po bëjmë një dokumentar për Treblovën. Po. Do na tregosh pak për fshatin? Po si, ore. Do të regojmë. Po. Po, do pini njerë kafe, apo... Do ta pim dhe kafe. Do ta pini edhe kafen. Dëgjo, neve njerë në ratë paru falnderojmë juve njerë, rofshi, edhe marqe edhe në ditët tona që jemi në pleqë. Edhe rofshi, jo, marqe edhe në ditët tona, se në pleqë jemi në ashtë, nuk ashtu. Ashtu. Kam 2 orë në fshat. Po vi vërdar. E diti si funksion. Po. Nuk pusho rini. Nuk pusho rini me. Ane ati krau, ka edhe rini, po edhe shumë nuk ka, se ka nikur, edhe shumë nuk ka. Ka sot ashtu, po sot të rinjë në fshat këtu, nuk do atë, do me thënë të rinjë mund t'jenë gati 20 veta, do me thënë 20-30 familje. Ne mi sot, jemi 160-170 familje sot që janë këtu, në Treblov. Tani, për para 20 viteve, ose në vitet 2000-2005. Mateja këtu kanë qenë 320 familje. Sa të rinja? 320 familje. Mateja kishte plot, nuk ashtu. Me numër, sa me donë ti se kishte? Mateja në atë ko. Mateja në atë ko, neve nuk duhet të po 320 familje që ishin, do t'i zëm neve për shumë na 2. Na 2 për familje, do me të na 300, i thonë 600. 600 të rinj? 600 të rinj që ishin këtu, ma atea 600, këtu mund të ishin vetëm 250, vetëm ishin nxënës shkolle.
Tani ti po thua, 360 familje, sot 160. 300, na 360 do me thënë 600 e bëjt të paktën 600 të rinj që kanë ikur. Unë po të bëj një llogari, 360 para 20 vitesh, 160 familje sot. Po. Ti po thua 600 të rinj atëre apo 250 po kanë ikur 20 sot. Kurse sot aq janë 20-30 të rinj mund të jenë. Po kanë ikur. Kanë ikur. Ku kanë ikur? Po kanë ikur, nashti janë për hapur, për shembull, ku më në Greqi, kanë ikur në Itali, kanë ikur edhe në Amerikë, në Angli, ja unë 2 djemtë kam të në Gjermani për shembull. Ti vetë jeton me zonë. Ashtu unë jam vete me gruan. Unë jam unë kam 8 fëmijë, 8 fëmijë. 8 fëmijë kam të unë, kam të 6 vajza, 2 djemtë i kam të në Gjermani, kurse 6 vajza, 2 vajza i kam në Itali, edhe 4 i kam të këtu në Shqipëri. Në Shqipëri. Ke ndonjë prej tyre në Treblov? Në Treblov, jo, në Treblov, se s'kam, janë martuara, për shembull, vajzat janë martuara, kam në Vlorë, kam përtej në Cakrani, përtej andeja në Ballësh, edhe kështu që kam në Kocullë. Mirë, këta të rinj këtu të fshatit, janë martuar? Ka shumë pak. Shumë pak? Po pse nuk martojnë? Shumë pak, po nuk martojnë, nuk vinë për shembull vajzat këtu, se detyrimisht për shembull, edhe ti për shembull që të kesh një vajzë për shembull nuk e jep këtu, për shembull se këtu për shembull thot ajo që se do vetë punoj atje, kurse në Vlorë për shembull është më ndryshe. Të vuaj. Pse të vuaj? Se të vuaj. Edhe plus neve kemi pasur atë që s'kemi pasur edhe rrugë, edhe ajo që ka iku do me të në rrugën është bërë vjetë rruga, vetëm në rruga që ka ikur edhe më shumë, se edhe mundet të ishin edhe më akoma këtu, po vetëm në rruga ka ikur më shumë. Jo as në ujtë, as në çështja ekonomike. Mirë, vende pune, ka Treblova? Vende pune këtu vetëm me bujësi. Ka që asgjë tjetër? Vetëm me bujësi, nuk ka për shembull që të ketë në një punë tjetër, vetëm bujësi, nuk ka në një diçka. Ku do shkoj kjo situatë? Ja po thema për 5 vite. Kush do mbetet? Na shti kjo situatë, do me thënë këtu janë plejtë, po i kanë edhe plejtë, për shembull që detyrimisht që me kalimin e kohës edhe ata do ikin, edhe kështu që do maksohen. Për të ruajtur një pjesë të trashëgimisë historike të fshatit që lidhet me fen, vite më parë Xhahodua mbolli në mahallën e vjetër të Treblovës një rap. Rapin e mbolli në vendin ku më parë ishte muri i vjetër i xhamisë, e që siç tregon edhe vet, është prishur më 1964 nga sistemi komunist në vend, në luftën kundër fesë. Treblova është një fshat që as xhami nuk ka, e për këtë arsye, për të mbajtur atë përjetim gjallë, krahas rapit, Hodollana i ndërtoi po ashtu edhe një çezmë, për të bërë mirë që banorët të mbushin apo të pinë ujë aty. Ai tregon se xhamia e vjetër ishte rreth 60 m2 në sipërfaqe dhe prej rinisë e ka patur gjithmonë ëndër që nëse do të kishte të ardhurat të mjaftueshme, një ditë do të ndërtonte në fshatin e tij një xhami. Këtu tek është rapi, tek Kamil rapin unë këtu, ka qenë balli xhamis këtu. Edhe xhamia ka qenë këtu edhe poshtë këtu. E deri aty poshtë ka qenë xhamia, e gjithë këto periferi këtu ka qenë xhamis. Edhe kjo që është tu, është xhamis. Në 2006 unë mora një rap në Selenic, poshtë atje, edhe në Otim, në Selenic, edhe mbolla këtu, në vend këtu, në vend ajo druja që është atje, ajo ka qenë ajo selvia që ka qenë më atje, më para që selvia kanë qenë 2 selvi të mëdha aty, në vend edhe unë mbolla rapin aty në vend asaja. Në 2021 i bëra dhe çespan. I mora dhe ujnë, i prua dhe ujnë, këtu rapin. Pse bëre këtë gjë? Këtë e bëra, lexoje aty. Dhurat fshatit Treblovës. E bëra vetëm për fshatin të që tjetë një simbol që mos të mbas për shembull vendi xhamis këtu, edhe këtu janë falur do me thënë me qindra njerëz gjyshlar tanë që janë falë këtu, kur t'i vije koha më kjo se e bëj xhamin, e bëj, nuk e bëjnë, po që këtu është vendi xhamis. Ku ka qenë xhamia? Xhamia këtu ka qenë muri, tek është anë e rapit aty, muri aty edhe poshtë ka qenë xhamia.
Sa e madhe ka qenë? Xhamia ka qenë e madhe që këtu edhe deri te shtylla atje. Te shtylla drejt ashtu, domethënë ka qenë një pjesërisht ka qenë një xhami e madhe. Po themi 50 metra katror. Po. 50-60 metra katror e them shumë. 60 metra katror. Sot s'është më. Nuk është më, u prish në 64-ën është prishur. U prish për gjatë sistemi? E prishi sistemi më të detyrimisht. Logjën? Jo, e morën gurin, ikën, e prishën xhamin, nuk ashtu. Më të ishte e rregullt, ishte mirë, ishte me tapeta e shtrore, ujdisur. E ka qenë edhe rruga këtu e shtrore me kartëllëm, edhe poshtë aty nën shtëpitë mia, tek është ajo pemë atje ka qenë edhe çesma e fshatit që merrin ujë më para. Nuk e merrin këtu. Këtë na shte kanë bërë atje depo andeja që vjen këtu edhe që marrim ujë. Po më para ka qenë atje. Kurse edhe ai ujë që na vjen ashi, ujë natyral është, që domethënë del nga toka atje dhe i kanë bërë depozit atje dhe merr lë vjen aty hap sallë kineskën marrin ujë. Edhe një pyetje fundi, ka fshati xhami sot? Jo, nuk ka. Nuk ka. Po të kishte do ishte këtu. Po banorët çfarë besimi i përkasin kryesisht? Po besimi këtu musliman janë gjithë. Musliman. Pra nuk ka një vend ku të falen. Jo, nuk kanë. Bile unë vajta dhe të ajo xhamia e plumbit e Vlorës atje, bizetova me ta atje. Ta njerëzit kanë ikur ta që ashtu ta ne edhe e bëjmë xhamin, tha, po kush do ta mirëmbaj? Ti vetë nëse do kishe lek do e bëje? Kur të kisha atë da baja. E ke ëndër? Da baja e kisha. Unë po qenë këto gjëra domethënë fetare këto kështu, unë jam të shumë i kam shumë qejf. Faleminderit shumë. I kam shumë qejf. Një çezme e ndërtuar në fshat në vitin 2006 që nuk ka ujë. E shumë të tjera që janë brenda shtëpive e që janë tharë prej ditësh. Na sollën në vëmendje faktin që të interesohemi për këtë problematik. Takojmë një banor të zonës, i cili na tregon se fshati furnizohet vetëm 45 minuta me ujë në ditë. Sipasi çdo mëngjes nga ora 7 deri në 7:45, zonjat e shtëpisë rendin e qëndrojnë pranë çezmave të banesave të tyre për të mbushur ujë të mjaftueshëm për konsum për 24 orët në vazhdim, për çdo nevojë familjare. Fshati sipasi nuk e ka një rrjet funksional të ujit të pijshëm. Sipas banorëve, ai aktuali është ndërtuar më 1976-ën, e sigurisht është i amortizuar e nuk përballon kapacitetin e fshatit, megjithse ka popullsi të ulët në numër. Treblova ka 2 depo uji, një me përmasa 45 m3 e një tjetër me përmasat 15 m3, të cilat në kapacitet janë të pamjaftueshme për rreth 170 familje që sot jetojnë në fshat. Këto depo furnizohen nga një burim uji i ndërtuar përgjatë sistemit komunist, që është hapur me lopata e sqepar e nuk është zgjeruar që pre asaj kohe, apo të përmirësohet. Banorët na tregojnë se problemi në fshat është që nuk ka shumë puse, për shkak se Treblova është 540 metra mbi nivelin e detit. Gjatë beharit puset thahen, ku veç 2 funksionojnë duke bërë që 170 familje shpresën për ujë ta kenë vetëm në ato pak minuta. Pavarësisht se të gjithë banorët paguajnë fatura ujë, që fillojnë nga 650 lek, këto të ardhura që përmbledhen sado të pakta që mund të jenë, asnjëherë nuk janë përkthyer në investime në përmirësimin e rrjetit të ujit. Banorët më thonë që ka probleme me ujin. Edhe me ujin ka probleme me ujin, se ujit nuk është bërë që në 76. Të ma sqarosh çik këtë punën e ujit të bëj disa pyetje. Sa orë në ditë ju vjen uji? Ne marrëm rreth 45 minuta ujë, një herë në 24 orë. 24 orë? Një herë në 24 orë. Në çfarë orari? Po në orën 7 në mëngjes. Edhe 7 kur i mëngjesja tjetër. Më thënë 7:45? Po, kaq marrëm ujë neve. Po pse? Pse ky orar dhe pse ndodh kjo gjë? Se depo që është këtje poshtë është e vogël. Depo këtje lartë është 25 m3, kjo është 15 polë dhe ujë brenda ajo, dhe i mbën edhe një 10-11 m3 i mbetet që e çon lart ai. Dhe burimi duhet hapur, duhet zgjeruar, se ai burim është bërë me krah. Në 76 ka bërë punëtor me krah, me kasma. Nuk është hapur ai që të ai del nga poshtë lart, nuk vjen nga lart poshtë. Dhe duke kaluar koha, ai në atë pozicion që ka humbet.
Këto depo me kaq shumë metër kub bujë nuk mjaftojnë për fshatin Po, 25 metër kub bujë nuk mjafton. Janë 45 familje, 1 metër kub ujë për familje, do lajnë, do shplajnë, nuk i del, jo që nuk mbushet ajo. Po uji që vjen, është i pishëm apo ka ndotje? Ujtë, nuk se ka dhe ndotje ujtë, se nuk është rregulluar poshtë depo. Ka ndotje ujtë. Depo poshtë është e prishur. Po ju nga ju i pini apo jo? Na i, ato kemi neve, s'kemi gojemi tjetër, s'ka më tjetër. Po Treblova, familjen Treblov, kanë puse? Kanë puse. Kanë një pjesë nga këta këtu, kurse ati krau na jemi neve, se fshati 2 pjesë andeja. Po, është ndarë. Andej nuk ka ujë. S'ka fare. Jo, s'ka puse andeja. Fare. Pse nuk Edhe tjerë këta to? puse që janë këtu, në thasira janë tharë. 2 puse janë që mbajnë ujë ngushtë. Se ngushtë ato, sa pillori shirat, në ndorë bjellën ujtë para ta puse. Se umbet në thasira. Do me thënë, nga maj në nëntor, do 25 minuta, Ato ke, ajo është, nuk ndodhë një tjetër. dhe ju e keni bërë si orar, zjoni në ato orar, vetë një shkoni për ujë. Do gratë ngrihen atje, rrinë të qesma, se mu pre qesma, mbe mba ujë, u thamë. Po e paguani ujnë? Po, e paguajmë çdo muaj, Me fatura. me faturë, me librez. Sa të shkon ujë për shumë ty? Po, ujë shkon 6.500 lekë. Dhe prap nuk e. Jo, Po fshati ka burim që mund të ambushush në një vend? jo, janë burime s'ka më. Janë mbyllur dhe burimet, janë Janë ta. mbyllur burime. Ne kemi pasur një qesëm, e ka bërë që Italia 14 sata. Ajo ka pasur ujë, me boll, një 3 qerek shnat, ditë e kisha ajo. Ajo është prishur se ajo ka qenë me tubacion balte, me tubacion qeramik. Edhe është thyer në kalim një koshe dhe ujë ka atje, po nuk bëhet. S'ka kush e bën. Jeni ankuar për të problemi ujtë? Po në sa herë me vite radhe. Çfarë ju thonë? Do me bëhet do ujëshet, do rregullojmë, kemi projekte. Ke shpresë se mund përmirësohet? Ha? Ke shpresë se mund përmirësohet? Jo, ka vdekur e punë. Ajo punë ka vdekur. Fshati i Treblov është një zonë kryesisht blegtorale, ku banorët ndër vite kanë ngritur stane e janë marrë kryesisht me rritjen e baktive të imta. Gjatë kthimit për në shtëpinë e tij, kur kishte përfunduar kullotjen e baktive, takojmë një prej blegtorëve të fshatit, i cili i lodhur nga puna, na shpjegon këtë angazhim dhe aktivitet tepër të vështirë. Na thot se i është dashur të ngrihet që në orën 4:30 të mëngjesit për t'i nxjerrë bagët e tij të kullosin, ti miel, të çojë qumshti në baxho, për të kthyer më pas në mesditë në punë tetor, punë mes vapës e diellit, të cilën e bën për të mbajtur familjen, e mbi të gjitha për 2 fëmijët e tij të vegjël. Bariu tregon se me këtë angazhim është marrë qysh në moshën 10 vjeçare, duke e kthyer në burimin kryesor të ardhurave për familjen e tij prej 6 antarësh. Me blegtori thot se në jetën në fshat mund t'ja dalësh të kesh një ekonomi mesatare, por në Treblov nuk ka shumë arsye pse të qëndrosh. Edhe ai vet pohon se do të largohet, e kjo për shkak të fëmijëve të tij, pasi kërkon që t'u ofrojë këtyre të fundit një shkollim më të mirë, e sigurisht jetë ndryshe nga deri tani. Sa ke kjo? 50. 50. Po, Ke vite që merresh? po. Sa vite ke? Po, thoj që 10 vjeç. Që 10 vjeç që e bari ja bërë. Po. Ja vlen? Po, ja vlem. Po të merresh kesh më shumë ja vlem, po s'ka vend. Pse ja vlen? Çfarë nxjerr? Po, ke fitim, nuk them se s'ke, po s'ka me ram, nuk ka vend që ti mbash. Shko ku i mbaj në shtëpi. Në shtëpi. Po. Ku ke dalë sot mëngjes? Po, ashtu ka miku shpejt, unë jam ngritur që 4:30, jo i ka mirë, jo ka çuar qumshin baxho, për çuar i ka çuar babi. Orash 12. Po, Mbi tetor po. po. Je lodhur. Po çfarë bën? Ja shkoj, jam bërë një djers. Prej vitesh merresh me këtë punë, Po. po vaj familjen apo jo? Po çfarë bën? Po në hanë fëmija. Ja, që ti? Erdhi ai. Pra ta punon. Ja, për këtë. Foli Si është blegtoria sot? Më mirë, është foli gjajit. Foli gjajit, babi. Nuk do. Mirë. Ka shumë që merren në Treblov me blegtori? Pak o gjë. Pak gjë. Pak o gjë. Pse janë larguar? Pse kanë ikë? Po, Se kanë hequr dorë. po, çështë ekonomike. Merr ndonjë mbështetje nga shteti? Jo. Fare. Fare. Vetëm me pensione plau. 6 veta. Jeni 6 vjetë në Po.
Do në prindri dhe familja ju? Po, Ke 2 fëmijë? të dhe një dvoqil. Të rojnë. Rësh. Mirë. Do jetoni në Treblov apo ke menduar? Me kisme të avash si të vjen punët. Se po mendon të ikësh? Po. Po së rritë me duhet t'i kësh për këta je detyrua se duhet një shkollë më të ardhme. Tu s'ka shkollë. Ka të ardhme me mbretëri? Po ka. Apo prapë duhet një jetë ndryshe? Po do një jetë ndryshe, je detyrua vetëm për këta. Po të mbështen si shteti? Po prapë të qoj fugon është mi, po së qonë se ka me këtë të rikës. Qonë? Po. S'ka shkollë? S'ka. Vje vetëm kopësht 2 janë klasë parë që dalin motë. 2 klasë parë vetë? Po, ky edhe një tjetër. Rripë. S'ka gjë. Bujësia në Treblov, pas rënjes së sistemit komunist, ka shkuar gjithnjë më keq. Treblova mund të konsiderohet një tjetër fshat, ku në ato fusha të fshatit nuk ka më asnjë prodhim, si fruta këto apo perime që të mund të kultivoheshin. Banorët e fshatit që merren në bujësiente kanë mbjell aty misër, grur apo duhan. Disa prej tyre kanë mbjell ullinj e shumë të tjerë kanë lënë tokat djerë. Kjo për shkak se në fshat mungon sistemi i vaditjes. Tokat bujësore të Treblovës ndër vitet e demokracisë nuk e kanë patur asnjëherë një sistem funksional vaditjeje, duke bërë që shumë persona të heqin dorë nga ky profesion. Vetë banorët e zonës tregojnë se në tokat e tyre, duhani, misri, gruri apo jonxha janë të vetmet prodhime që mund të kultivohen, pasi vetëm ato mund të presin shiun pa u tharë. Rreshtet e shiut janë e vetmja shpresë sipas banorëve për vaditjen e prodhimeve bujësore të fshatit. E kjo gjë sipas tyre e ka çuar këtë sektor drejt falimentit. Si është jeta këtu në Treblov? Po shumë mirë, për qejf. Pse për qejf? Për qejf. Rrini aty, Dhe çfarë merreni? mi të rrikot, pa punë, pa Pse s'ka vënë punë? s'ka fare. Im në ngotë raki. Cilat janë mundësit që ka fshati sot? Po i atje. A shko barë me sy aty. Keni toka? Ndoshta me bujësi? Po kemi na pak, po shtrejnë gjitha. Çfarë keni kultivuar? Asje s'bëhet. Mjesër, duhan. Pse s'bën? Çfarë ka? Ka toka problema apo janë produkte këto? Po ja tokat liga, qimet janë maj. Është e pamundur që ti kultivosh ti punon. Jo, s'bët. Bëjmë na pak. Tjera të vogla. Sa për vetë? Sa për vetë. Po ekonomia nga ana tjetër si është? Pak na pak. Ju jeni mosh pensioni apo janë ndër? Ja, duhet në një vit. Do në një vit. Ja dini do të me jetën e fshatit? Me të keq, me të keq. Mungojnë shumë gjëra, besoj. Ja, rruga na u bë bereqas. Na u bë rruga. Je mirë kim pa shapa. Pasha. Po, rruga ka qenë një problem edhe më parë, se kemi ardhe më parë. Po, ti vetë për shumë në tokë, çfarë ke kultivuar? Ma thua do të? Nisë asgjë. Ja, me ta misra aty. Për përsullorën kur të bëhet, po bë. Mbil grurët e korbat. Për të shitur, apo? Jo, për vete të bë. Për vete. Edhe duan të thea? Edhe pak duan. Edhe atë për vete? Po për vete. Do me dhe në fshat, bujësia kështu është ka të ndisur, vetëm për vete? Edhe për vete. Ja, laj vogël aty, që bën. S'ka më shumë mundësi? Jo, s'ka. Punon me familjen apo je me vëllezërit? Po jam me djemë. Me djemë. Ja vlen si punë bujësia sot? Nxjerrë të ardhur, nxjerrë Po qato nxjerrë të bëhet me këtë naftë që vahet në shi në majë. Nafta problemi i madh. Me sa e merri naftë? Po më duket 2000 lekë. 2000 lekë litri. Shumë, njësoj si makina. Po. Po më pare, keni marrë më lirë? Po para lirë, po i prishim ne. Nga ana tjetër plerat kimike që i hidhni, apo edhe ajo fushia juaj? Ja, me plera gjera shu. Çdo gjë është shtrenjtë. Shtrenjtë gjitha. Nuk ja vlen mundimi besoj. Fare. Po ku do shkoj kësë? Do rregullohet çdo gjë. Jesh krejtë. Po. Gjendja që është bujësia ka bërë që shumë banor të punojnë në sektor të tjerë të jetës së përditshme. Takojmë një prej tyre, i cili ka hequr dorë nga bujësia tashmë. Ekonominë e tij familjare dhe sigurimin e të ardhurave e ka përqendruar tek ndërtimi, ku në këtë sektor punon si bojaxhi. Çdo ditë punon në ndërtim, ku t'i dali në Selenic, fshatra të tjerë të zonës apo edhe në Vlorë, pasi tek bujësia e ka humbur shpresën.
Këtë sektor sipas tij drejt falimentit e çuan edhe çmimet e larta, ku sot pohon se ka shkuar në 12.000 lekë të rinj kuintali i dap dhe 8.000 lekë të rinj kuintali i ures. Apeli i tij shkon për shtetin, i cili duhet të kontrollojë çmimet. E jo mbush shpresën, Po. Dëgjoj do të pyes për diçka. Si është jeta sot fshat? Për qef. Mirë. Çfarë ka mirë dhe çfarë ka? Po punove do ash, po s'punove. Çfarë mundësi Jo. ka fshati sot që për të punuar? Sot hap krat dhe puno. Vetëm në tokë apo jo? Po. Ti vetë për shembull me se merresh Unë bujësi, ndërtim, në ndërtim punon këtu në fshat, me ndërtime në fshat, ku del. Do me thënë, vetëm e bujësi si a del do? Jo që a bujësi ke. Bujësi e shko. Logjikisht ty po në banë ndërtimit. Një kuintal dap ka vajtë 120. Bë Prokopi. 120.000. 120.000 hymë. Blije. Ore 120. Ureja ka vajtë me 80. Bë Prokopi. Edhe Me bujësi. je i bleve. Çfarë do kultivosh? Të stona stoka. Grur, qërë, misër, kaj. Gjera tira s'ka. Shumë dhe shumë ujë. Po. Ka ujë në Treblova? Po ka, po s'rana lartë. Pse vetëm ai vadiç, zoti. Po vetë Perëndia. S'ka. S'ka sistem vadiç. Ja. Edhe grurin, misin, pjesët e ndoshta qa prodhojmë. Ato po rashi do bëhet, po s'ra. Pra jemi në dorë zoti. Do marrna 2 kuintal për dylimi. 2 kuintal për. Na 4-2. Jemi në dorë zotit. Po. Që ka qenë realiteti ndër vite? Po tash ka vajtur më jashtërheqësor gjëra. Nafta bën saj. Po. Dhe kështu që banorët detyrojnë që krahas bujqësisë binde punë dytë. Po, po se bëre punë dytë, ke mbaruar. E përballon do të jetesëm shumë vetë me bujqësi? Se ti këta që merr me bujqësi se unë. Pago gjë merr. Unë shikoj ndërtimin. E lëm bujqësinë thuaj se Po, po. Po ndërtimi ja vlen nga ana tjetër. Ndërtimi më mirë, merr. Të lë. Punë e rëndësh prapë. Jo. Ti vetë je në çfarë profili të ndërtimit? Unë punoj bëjagji. Bëjagji. Vlerësohesh më mirë se te bujqësia, besoj. Po i marr punët vete dhe kështu që nxjerr. Je okay. Po, nxjerr. Do dohet ishte ndryshe realiteti në fshat punoje vetëm këtu, te fshati jote, tokat e tua. Unë këtu punoj. Mirë, po, nga që si je shumë i kënaqur nga bujqësia prandaj. Si jam i kënaqur nga puna që janë rritur gjërat. Duhet të ulen çmime. Do ulet çmime, kush di ul? S'ke shpresë. Po s'ka asnjëri shpresë, jo. Po pse? Pse? Çfarë? Po se s'ulen. Vetëm rriti. E merr ai me fjalë që ka magazin, e merr 50, ja kaput 80 ure. Asnjë kontroll. Dabit 120, po ku e di unë kontroll? Ti u marr vesh vati krau. Po ju do në çmimet e produkteve tuaja rriten apo mbeten në vend? Ço ati grurit, ati misri që kultivoni, që shisni? Grure këto s'di unë se s'mija. Duhanit. Unë vetëm ullika. Ulliri, pra. Unë e shes. E shet ullirin, po. Çmimi i ullirit është njëjtë ndër vite. Ja. Tash është rritur. Është rritur dhe. Ke një mesazh për shtetin? Ja. S'ke shpresë fare. Do bëhet, po haj. Në fshat jetesa sigurisht që është e vështirë. Aty takojmë edhe familje të cilat jetojnë me të ardhurat të pakta dhe minimale dhe me shumë halle. Familje të cilat syti kanë nga kempi që përfiton bashkëshorti që ka probleme të shëndetit mendor. Zonja na tregon se nuk mund të punoj për shkak se në fshat nuk ka vende pune, e sigurisht duhet të kujdeset për bashkëshortin e saj. Si një kujdestare e tij ka kërkuar në Spitalin Psikiatrik në Vlorë, por edhe në Bashkinë e Selenisës, që t'i njohin edhe tarifën e kujdesarisë. Por thot se gjithmonë është përcjell pa një sqarim të saktë, vetëm me faktin se nuk e përfiton se këtë problem e ka të lindur. Me të ardhurat minimale që ka familjarisht, tregon se jetesën e përballon me vështirësi, pasi ato mjaftojnë vetëm sa për të ngrënë bukë. 10 vitet e fundit sipas saj, situata ekonomike është përkeqësuar edhe më tepër, pasi çmimet janë shtrenjtuar duke shkuar në maj. Si është jeta sot në Treblov? Ju e shikoni vetë. Ti për shumë me jetën në Treblov. Je e kënaqur? Është një çik jetë e vështirë, po tani
Zonjat e Treblovës, me se merren? Pa punë, Nuk ka mundësi punë e fshati. po. Po si e përballoni për shembull jetën? Që me një kem të burrit me vështirësi të mëdhaja. Keni person me aftësi të kufizuar në familje? Po. Kryme familjari. Çfarë problemi ka dhe nëse më thua për shembull sa është i mjaftueshëm kempi që merr? Po jo, si është i mjaftueshëm kempi, aq pak arrin deri në 200.000 lekë. 200.000 lekë kemp. Po, Pra familje me plot hallë, le të themi. po. Po çfarë mund të bësh sot në fshat me 200.000 lekë? Ja, shumë me të keq. Sa hambuk. Pra nuk arrini do të jetoni siç duhet, le të themi. Po. Keni vite në këtë situatë? Po këto 10 vjet e fundit po që është sëmur bashkëshorti. Dhe ti detyrohesh që të lësh çdo gjë dhe të kujdesesh. Po. Do doje të kishe një jetesë tjetër, një realitet tjetër? Do kisha, po si? Keni bërë ndonjëherë kërkesë, ndoshta për kempi që të jetë çik më i lartë apo të merrni më shumë mbështetje? Shumë kërkesa e kam marrë dhe kam vajtur dhe në institucion në spitali psikiatrik që të merja si ndihmë si kujdestare për bashkëshortin dhe nuk ma kanë ofruar. Pra ti nuk merr atë ndihmën e kujdestarisë? Jo. Po pse, çfarë ju thon? Pse merr? Kam kërkuar dhe nuk më kanë ofruar. Më kanë thënë që janë të lindur dhe nuk e kanë përfituar me një fjalë. Ja heqin pa drejtësinë kempit. Do të vazhdosh ta kërkosh këtë gjë ende? Ke shpresë? Po, e kam kërkuar. Do të përmirësonte diçka në situatën tënde ekonomike kjo gjë? Pse jo? Njerëzit duhet të ikin përpara. Ti me diçka në fshat këtu merresh me ndonjë baçe, ndonjë kultivim? Jo, ja, bata, ja, kjo është asnjë gjë. Për gjëje. Kesh përpon bashki, ke trokitur ndonjëherë? Po, disa herë. Çfarë thon ata? Do mundojmë, do ta shikojmë si çështje dhe shumë të tjera. Të kanë kthyer ndonjë përgjigje? Deri tani jo. Ke shpresë se mund të përmirësohet situata? Shpresë kam. Po si? Ke një mesazh për shtetin, për ata që të dëgjojnë? Çfarë do u kërkoje? Ndihmë nga shteti, nga të gjitha. Të njëjë ai pensioni kujdestarisë, besoj. Po. Përgjatë udhëtimit tonë në Treblov nuk mund të linim pa prekur as sofrën e fshatit. Atë sofrë që kush më mirë mund ta përgatisin me plot dashuri, zonjat e shtëpisë. Hym në një prej familjeve të Treblovës, e cila na pret me zemrën e bardhë. Zonja e shtëpisë tregon disa prej gatimeve tradicionale të fshatit, të cilat thotë se i përgatit vetëm në saç. Mishi i kecit, shelegut në saç, është traditë e familjes së saj. Aty ku nuk mungon as byreku në saç apo buka e misrit e bërë vet, e pjekur edhe ajo në saç, si edhe dhalla e dybekut. Gatimet zonjat e Treblovës i bëjnë plot dashuri kur vijnë fëmijët, niprit dhe mbesat e tyre që mezi i presin. Për çdo gatim zonja përdor vetëm produktet e fshatit, ku një pjesë të perimeve i ka të mbjella në baçën e saj, e një pjesë tjetër e blen veç në Treblov, pasi vetëm këto produkte bio kanë shije. Gjatë bisedës na tregon edhe një zakon tepër të veçantë të Treblovës, që e dallon nga çdo fshat tjetër. Sipas saj, fshati nuk bën blesëri mes njëri tjetrit. Zonjat e Treblovës, më tregu pak ato gatimet që bëni. Çfarë ka tradicionale fshati? Ne në përgjithësi kemi punat e saçit. Edhe fëmijët kur vinin më thonë që kur flasin, mama, unë dua mishi në saç. Çfarë mishi? Çdo lloj kec ose shelek. E bëjmë ta në saç, me shpruzë. Si Byrekun jam ledh lakra djeve pata aty unë, i gri i bastroj, i bëj me pet, edhe një të saçin bëj. Shpuz poshtë edhe mishin i njëjti. I hedh shpuzën poshtë, i vë saçin në lartë, edhe kam 2 niprit, ka 2 djem në Amerikë. E më tha në Gjigji në disaj, do e na mbësh mishin saç kur të vim. Pres të vim, do ma pregatis. Nuk heqim dorë në saçi. Si edhe që kujtimet e viteve të kaluara? Po, s'heqim dorë. Bëjmë buk misri, unë e përdor shumë buk në misër. Para mbilja vetë misër, e bruanim, për në që s'ka mulli, blen o dua milë bro, pa buk misri nuk ri, e bëj vetë.
Dhalla e Dybekut. E Dybekut e thartot e rrën dhallin he gjalpi. Ishte fantastik. Jo, ishte që kemë lëbodohet dhe me thartë, po dje u pregatit si kose, kur vonon, kur është ere, nuk thartohet. Këto gjëra byreku më the bën me lakrat e Bashës. Bëjmë tava, kukurecin, therë mishin kyja, e merë, edhe i lidh ato të përbrënset e qanë plëncin, e bën fjet hol, të gjithë plëncin e këtë ma një e bën një fil të, e palos, e i lidh, e i vësaqin up. Kur i vësaqin skuqetaj, e pres copa uri, verdh, lug, miell, qep, një spec djekse, am bërë specat mushura, prapë sotu. Atje, dëgjoj pak. Më thuaj diçka. Kto që bën, i bën me mishin e fshatit. Po, mish nuk kam blenë, me mish fshati. Therën këtu është njëri fshat, therë mish vici. Kam vlezrit se janë bida bolena, më dërgojnë kecat amu, se kanë stak. Vllai ka 200 kokë dhe i. Kanë shije? Shumë. Të fshatit? Shumë. Ne jemi shikot ke qenë, ne jemi vlorë, edhe mara patate që këtu i gatojmë shvlorë, edhe merën ca miqë, s'bëra unë, griva dhe një 2 nga ato të vlorës, do t'i kur hoqja tavën, kur ikën miqë, ato të vlorës mi kishin lënu, se kishin ngrënë, thashë pajtini këtu jo miqë, thashë, se i kisha fëmite mi, shtësire, se kur nga dyshoja jo, mata jo, nuk ishin patate të mirë, ato daluan dhe ata me ta, mes tavës, për këja, po gënje. Imagjino ti. I gatuaj vetë, unë në vlorë nuk brejtë një. Nuk kanë shije? Nuk kanë shije. Po të baqa, qa kem bjerë? Ja tek i kam qep, patate hudra, barbunjë, tomatet, salatorët, sa për vete. Vetëm për veten tuaj, për familja. Po, se ne jemi shumë ngusht du si vënd, ikën këta niprit, ma dhanë këtë bacën, se unë s'kisha vënda, ikën vlorja u këtë mure tu, kisha, ja. Edhe kem bjerë atë pak aty. Ikën ata që e mora unë, se unë si isha birë, pata dhe qupat i martova, edhe treblova ka një gjë të mirë. Se jemi dhe në bolena po. Më kamet të kështu, nuk bën miksim shatë. 5 qupa nuk mi kërkoj njëri. I kemi vlezër, thoshën. Ne në bolen marëm njëri tjetrin ati. Këtë kam shumë respekt, edhe i dua shumë treblovës, ose të vi me një treblovës treblov në vlora, jam e kraqër, ja i ke vlezër. Janë të veçanë treblovasit. Po mirë, po të ketë lidhje dashurie, unë pëlqej një vajzë në treblov. E sormja po ka ndryshuar. Po pse atëre se merje do? Jo, nuk ta jepte, nuk kërkoje, nuk vjetë, ne themi për lajmësit, nuk vjetë kërkoje qupër. Nuk ka pasur raste kështu që kanë shpat? Ka pasur, po dhe sot e kësaj dite e kanë peke dhe janë pa ardhje me njëri tjetrin. Nuk janë bërë, janë darë dhe fëmijët për shumë nuk bënë me njëri tjetrin. Po pse ky zohon? Se nuk duan ta prishën traditët, rri në zakoni vjetër, që kalon baba gjyshi, thonë. Ndryshe nga zhë fshat, da? Po, fshat, këtë zakone ka të mirë treblova. Për miqësin e fshat, jo, miqësin e fshat nuk bënë. S'kishe frikë se do ta ka smote qupër një. Se sa kërkon, te sta merte, di dhe vrisi. Të gjeti, son të mirë apo jo? Shumë të mirë. Se frika, cedra, çdo gjë mbron cedrën, nderin lezetin. Ashtu buj si bakti e tuti? Jo, pa ne dim ka dashurie ka, se tëra zhu janë martuar. Edhe ti se ke dashu, për atër të djallit dhe maqa dërbarë. Mos prishe misia, po prapa jo gjellë që se do. Po që me gjitha të, treblo nuk ka, si treblova. Ta i do ma mbyllosh me një mesazh për fëmijët, niprit, mbesa. Ti ke mirë ku do që janë, nipër mbesa, ti ruaj zoti, me ato ushqime që hanë ata s'mune për dita. Do i bësh një ftesë për në treblov, kur i pret? Po, të vijë në tërsa më shpejt. Kam niprit një Amerikë, më morë një dizajn telefon, në datën 12 gjigji dhe do vip. Me zi pres? Me zi po pres, pa fëmit nuk më vinë se këta të Gjermanisë, a i mes mi bën vetën Greqi bën plazh, se kam dhe indjal në Greqi, po e kam nuse greke dhe ajo, ma e vjen ajo, jam shumë e kënaqur. Ma heq saqit, ma heq futën mua, më merë Dybekun. Pa vashtë i themu në qofë se më do mësosh, po se mësosh Shqipet. Me jam e kënaqur se mi ka bërë fëmijë të mirë, e ma ka bërë djalin aga. Ma ka bërë dhe djalin aga. Ka lokal, ka skafet, është në Kret. E lumtur du. Shumë, martë qina ditë të mia. Nuk dua më jetë, mu vetëm të jem fëmija mi. Faleminderit. Edhe nipri ki kam shumë të mirë. Të më vinë, shëndosh, e të kemi shëndosh edhe juve. Me nën, me gjithë ata që u rrethojnë. Faleminderit. Fshati i Treblovës është rreth 30 km larg qytetit të Vlorës. Ky fshat përfshihet në bashkinë e Selenicës, prej së cilës është vetëm 5 km larg. E për të shkuar në Treblov janë 2 mundësi, nga peshkpia në qendër të fshatit, si dhe nga qyteti Selenicës. Afërsia me bashkinë Selenicë, natyra e mrekullueshme, potenciali turistik për të zhvilluar më tepër, nuk e kanë ndihmuar as pak fshatin që të thith investimet të cilat ndër vite kanë munguar.
Edhe rruga e Treblovës që u rehabilitua është një projekt i jashtë çdo standardi, i bërë sa për syefaqe në kohë fushate elektorale.